Të kesh apo të mos kesh fëmijë? Një pyetje që dikur duke e thjesht, sot është bërë një nga vendimet më të mëdha të jetës. Jo më një detyrim shoqëror, por një zgjedhje e thellë personale. Ka njerëz që e dinë gjithmonë se duan të bëhen prindër. Zgjojnë ëndra që kanë qysh të vegjël, imagjinojnë zërin e një fëmije në shtëpi. Por ka dhe të tjerë që zgjedhin të mos kenë fëmijë. Jo sepse nuk duan të japin dashuri, por sepse kanë ëndra të ndryshme, ritme të tjera, marrëdhënie të tjera me lirin. Dhe kjo nuk i bën më pak të plot, më pak njerëzor, më pak të rëndësishëm. Shpesh shoqëria i vën në dy krah të kundërt. Nënën që sakrifikon gjithçka dhe gruan që zgjedh rrugën e saj. Burrin që ndëron t'i mësoj djalit të parën biçikletën dhe atë që gjen veten jashtë prindërimit. Por e vërteta është kjo. Të dyja zgjedhjet kërkojnë guxim. Guxim për të sjellë një jetë në këtë botë dhe guxim për të mos e sjellë, kur kjo nuk është rruga e tyre. E pra kjo është dilema, një vendim shumë personal për të patur apo për të mos patur fëmijë. Në fakt, pothuajse pjesa më e madhe e vajzave duan që të bëhen nëna në jetë, por ka dhe nga ato të cilat e shtyjnë këtë vendim për një moment tjetër. Por ka edhe nga ato, kohët moderne e kanë treguar që nuk duan në fakt, sepse kanë prioritet karrierën apo momente të tjera të cilat lidhen me veten e tyre. Të gjitha këto do të vazhdojmë të diskutojmë sot në studio, duke bashkëngjitur në këtë panel të ftuarat tona. Ato janë Adelina Pietra, psikoterapiste. Përshëndetje Adelina. Mirë se vjen. Si jeti? Ti e cilit mendim jem, me fëmijë apo pa fëmijë? Të lutem. Unë duke që se kam dhe i kolege këtu, do jem kontra. Dakor, të mirë, heja Ulu. Dhe ku dëshiron këtu? Dëshiron pranë meje dhe vazhdojmë me Dea Toçi, avokate. Përshëndetje Dea. Ja ku erdhe sërish. Faleminderit. E kishim lënë që do vije, pra, dhe ja ku erdhe. Të lutem Ulu. Sigurisht, inserti nuk e di nëse patët mundësi të ndiqni dhe u fokusuat. Kemi 4 mama këtu, të cilat kanë plot nga 2 fëmijë. Vetëm unë kam një. Unë kam një, vetëm unë. Apo, pardon, e të jam qepur unë ty, nga që shpari që them 2, nga që 2 qenusha them që normalisht duhet bëhen 2 fëmijë që të luan të 4 bashkë. Apo s'ke kohë këtë kohë? Tani nuk është në planet e mia të afërta, por patjetër që nuk na lë kaprisi që ta lëm vetëm, nuk diskutohet, por tani i them që ke edhe një vllaj dhe një motër. Ashtu i erdhën punët. Mirë, ideja është që në fakt është një zgjedhje shumë personale. Ti vetë me fëmijët, ishte zgjedhje apo ndodhi? Ishte zgjedhje në fakt. Ishte momenti i duhur. Dhe pasi erdhi i pari një jetë, s'mund ta lija vetëm, kështu që vendosëm dhe për dytjen. Edhe pse mendoja doja vajzë, po djalë që 2 vëllezër janë okej. Për një gjë të mirë e dim që për atë punë vendos Zoti, ne nuk sjellim dot, e rëndësishme është të jenë fëmijët sa më të shëndetshëm. Megjithatë mendon që presioni i shoqërisë sot është shumë i madh për nënat që të patur fëmijë. Unë ju qepa matinës 2, po kur do e bësh të dytin e si do e bësh. Le pastaj të parin që sigurisht duke qenë dhe avokate dhe në karrierë nuk të lë njëri puna e ke mendjen vetëm te puna dhe fëmijë kur do bësh, ma mirë mendja. Nuk e kam kur do bësh fëmijë, se sa kam pyetja ajo që i bëj paraprim fëmijës, se për të bërë fëmijë fillimisht duhet unë do ta doja në një, le ta quaj familje tradicionale, kështu që pyetja parë është kur do martohesh dhe pastaj vjen kur do bësh fëmijë. Të paktën në rastin tim konkret. Patshka se nga puna që bëj, edhe martesën kam filluar ta shoh pak më ndryshe, domethënë në këto 6-7 vite që bëj avokate. Që merret me divorcet? Që me divorce, me rastet të dhunës në familje, pra nga një rast i tillë unë sapo po vi, domethënë sapo kam mbyllur një gjyq të tillë dhe duke parë nga afër çfarë ndodh edhe me ata që janë martuar dhe kanë lindur fëmijë, ndoshta deri para pak vitesh mund ta quaja edhe le ta themi atë kuptimin që si të jetë fati, pra nëse unë do të kem fatin pozitiv, do të më shkojë mirë martesa, nëse jo, nuk do më shkojë mirë. Tashmë jam shumë e përqendruar në atë çfarë unë do të ndërtoj me jetën time, sepse e di që pas një familje ndoshta të bukur në pamje të parë dhe të bërë shefin gjithëtyre që të pyesin kur do martohesh apo kur do bësh fëmijë, mund të fshihen pastaj trauma shumë të thella
si për vetë prindrit, akoma dhe më keq për fëmijët, kështu që unë më mirë presë edhe pak edhe kur ta bëj fëmin apo fëmijët, se nuk e di sa do të bëj. Këto nuk janë në dorën tonë, mendoj, janë pak edhe në dorë të Zotit. Pra, para se ti bëj këto, unë dua të pak nga ana ime të sigurohem. Për të gjetur njeriun e dur për të patur fëmijë. Pra ti po më thua, Dea, që nuk është tamam karriera ajo që në një mënyrë e ke vënë primare dhe mos por është mungesa e një partneri siç ti mendon që duhet ishte idealja për të krijuar familjen tënde. Unë mendoj që gjërat janë të shkruara. Do të thënë, unë besoj, jam njeri që besoj në rastin tim në Zot, por dikush tjetër ndoshta në energji, në univers. Pra nuk mendoj që jemi ne 100% ata që vendosin për fatin tonë. Kështu që rrjedhimisht them që nuk ka dalur ende personi me cilin unë do të krijoj familje dhe do të lind fëmijë. Sigurisht nga mbajtur larg karriera, një nga afër vajza dhe gra që kanë mbaruar shkollën, ndërkohë që kanë qenë shtatzanë. Një nënën time, një grua shumë në karrierë që ka rritur 2 fëmijë në mënyrën më të mirë të mundshme, kështu që këto paragjykimet që do zgjedh shkollën, karrierën, punën, profesionin dhe për këtë arsye do mbaj larg burrin dhe fëmijët më pas, unë nuk mendoj që janë justifikime të njerëzve të paaftë për t'i bërë gjitha bashkë. Thjesht mendoj që s'është e shkruar, s'ka qenë deri tani dhe Ani do të ngatoj pak, i ke vajtur ndonjëherë afër këtij vendimi për të bërë një gjë serioze dhe për të patur fëmijë? Me sa e mbaj mund veten time që unë jam le ta quaj në njohje në këtë botën e të rriturve, pra nuk po flas për Dea në adoleshente, po për vitet e mia si e rritur, unë nuk di të kem krijuar një njohje për kapriço. Do të thënë, nuk jam ajo vajza e lidhjeve të shpejta edhe ndoshta të krijoj këto eksperiencat, këto fjalët që dëgjojmë në zhargon. Unë patjetër që mendoj që në një njohje unë kam atë qasjen serioze, pastaj se gjatë një komunikimi ti kupton që nuk ke le ta quaj mendimet për afërt, është më mirë të tërhiqesh në kohë se sa pastaj të kërkosh një avokat për zgjidhje martesën. Adelina, të nisa pyetjen e Angeli, mendon që është shtuar presioni i shoqërisë bëj fëmijë, bëu me fëmijë? Po, kemi një ndryshim. Po të masim 10 vjeçarët. Nëse përpara kemi diskutuar në për studio për numrin e ulët të fëmijëve në një martesë, lindjeve, tani jemi në diskutim midis zgjedhjes të bëj fëmijë apo mos bëj fëmijë. Dhe kjo patjetër që rrit presionin, siç do rriste në çdo aspekt tjetër, dimension tjetër të jetës, që lidhet edhe puna apo aspektet e tjera. Pra do kishte një farë presioni për të arritur atë gjën që në norma shoqërore quhet diçka që duhet bërë. Megjithatë, si e shikon këtë vendimin e vajzave sot që e shtyn në kohë po themi mëmësinë dhe pastaj është kthehet edhe në problem, sepse një nga temat më të diskutuara së fundmi është pikërisht mosha e dur dhe ideale për të patur fëmijë, sepse gjithnjë më tepër është rritur infertiliteti dhe mendohet që një nga shkaqet është pikërisht kjo shtyrja për shkak të moshës. Ashtu siç edhe shkenca në mënyrë të avancuar ka arritur edhe në moshë shumë të madhe t'ia dalë për të patur fëmijë, por është një problem. Pra ka mund të jetë nga mosgjetja e partnerit për marrja e përgjegjësive që kemi thënë pafund një diskutim i madh. Jo në rastin tuaj, ju e pas keni të angazhuar maksimalisht. Në fakt ka shumë element që e bën një person të zgjedh për të mos të bërë fëmijë. Edhe pse ata thonë është zgjedhje personale, mendoj që është prapë e kushtëzuar, se nuk është realisht zgjedhje e lirë, me vullnet e lirë të individit. Pra nëse zgjedhja që dikush më argumenton, unë zgjedh sepse nuk i kam kushtet e favorshme, unë zgjedh sepse nuk ndihem mirë psikologjikisht, që është drejt në fakt dhe është e shëndetshme në popullat ta pranoj dikush këtë fakt. Unë zgjedh sepse oraret në punë janë të zgjatura, nuk kam komoditetin, prakticitetin për të rritur fëmijë, dhe kjo është zgjedhje që unë justifikoj pse nuk bëj fëmijë. Jam shpirt pak kundërshtar këtë mund ta rrëzoj pak poshtë, se nëse ke probleme psikologjike, këto trajtohen dhe mund t'japësh shansin vetës. Nëse ke probleme ekonomike, gjitha kemi dalë se nuk kemi, mund të ulesh ose mund të sistemosh pak shpenzimet që t'ja ofrosh vetës dhe këtë mundësi. Nëse ke frik nga një prindërimi dështuar i prindërve të tu, mbi ty, edhe kjo të pengon të krijon frik për qenë prind për dikë tjetër, edhe kjo është një problem i zgjidhshëm, mund ta zgjidhësh, më pas ta lejosh veten të jesh fëmijë. Është e drejtë. Pra unë jam më dakord që dikush i pranon këto gjëra dhe vendos këtë gjën se sa
dikush tjetër që edhe pse ka probleme të thella psikologjike, sjell në jetë një fëmijë për cilën nuk mban dot përgjegjësi emocionale, psikologjike, fillimisht më pas pjesët e tjera. Dada, ti si gazetare, si e shikon? Më merr mendja dhe shoqe dhe mikesha, dhe njerëz të cilët duan të bëjnë prindër, po edhe nga ato që thotë, jo, për momentin s'jam gati. Si e ke parë këtë situatë në këndvështrimin tonë si gazetare? Mendoj që ndryshon pak kjo qasje dhe me ndryshimin e brezave. Ne, millennials, jemi një brez i cilët jemi rritur nga prindër të cilët na kanë ofruar atë panoramën e një familje në cilët fëmia ishte pjesë e domosdoshme. Ndërsa gjeneratat e mëvonshme, siç janë gjenerata Z, apo më vonë, por janë ende fëmijë tashmë alfa, kanë të tjera mendime lidhur me këtë temë. Një pjesë e mirë e të rinjve sot janë të papunë. Sipas shifrave të Insatit, 17% e të rinjve deri 30 vjeç, pra 18 deri 30 vjeç, nuk janë në tregun e punës. Dhe patjetër që ky është një element i rëndësishëm në vendimarrjet e tyre për të pasur një fëmijë. Mendoj që në ditët e sotme, këtu do flas pak edhe si gazetare ekonomie, niveli i jetesës është rritur, pra dhe inflacioni bashkë me të, dhe patjetër që edhe ky është një element shumë i rëndësishëm për ta përmendur. Mjafton të citojmë që qarku i Tiranës ka pagën mesatare 70.000 lekë dhe është qarku me pagesat më të larta. Që do thotë një pagë mesatare 70.000 lekë nuk është asgjë krahasuar me pjesën tjetër të postove që ne na duhet që të marrim në menaxhim si familje, flasim gjithmonë. Kështu që mendoj që elementi ekonomik është një element i rëndësishëm, ashtu sikurse edhe ndryshimi i qasjeve që citova më herët mes brezave. Një pyetje, Gerta, ndonjë Matina po edhe Irena, patët ndonjëherë dilemë për të patur fëmijë për shkak të karrierës ose të themi ambicieve personale? Me thënë të drejtën, diferenca që kam midis vajzave më ka bërë që të jemi dyzuar nëse duhet të bëja një fëmijë të dytë apo jo. Kjo për shkak të... Për të fëmija të dytë, jo. Po fëmijën e parë kemi bërë me shumë dashuri. Kemi menduar që na duhej patjetër një... Unë jam njëri pak praktik, mendoj që nëse do mendojmë që gjithmonë duhet të bëhen kushtet, nëse gjithmonë jemi në kërkim të gjërave optimale apo perfekte, asnjëherë nuk e arrim. Dhe them që dhe thon pastaj që fëmia është kismet, ti sjell gjërat vet dhe do që me të dyja vajzat nuk ka ndodhur në Shqipëri, nuk është e vërtetë. Jo, rritet fare vet. Hajde s'ka gjë bëje se rritet vet ai. Po dikur ndoshta po. Kur kemi pasur... Do me thënë për shkak se ishe në karrierë dhe sigurisht po sakrifikoje ti më the që ndërkohë ishe punësuar specializimin çdo gjë, e ke menduar që për shkak të karrierës ta shtysh, ndodhi rastësisht apo e planifikuat? Unë patjetër që prisja derisa të përfundoja mjekësinë në radhë parë. Që ndodhi deri diku rastësisht. Ndodhi rastësisht, nuk është se ishte plotësisht e planifikuar, ishte e dëshiruar, por jo totalisht e planifikuar. Unë kam pasur një problem me ciklin që e ndihmoja me acid folik, do më thënë, merja disa suplemente që ndoshta më kanë favorizuar për një shtatzanim më të kollajshme, po them. Por që në rrethin e mjekëve mendoj që kur ti je në shkollim, pra qoftë student, specializim, doktoratur, asnjëherë nuk je në periudhën e duhur për të krijuar, për të konceptuar, për të lindur një fëmijë. Dhe unë mbaj mend që pavarësisht se ishte kur mora lajmin ishte një lajm shumë i bukur patjetër për të dy. Kur fillova t'ja prezantoja kolegëve, mentorëve të mi në spital, ishin kështu, okej, domethënë pash një lloj stepje që në momentin që ti ishe shtatzan dhe pastaj do kishe fëmijë, ndoshta nuk do ishe e mirë mjaftueshëm, nuk do kishe kohë që deri diku për një mjek, po them mund të jenë të vërteta se ti nuk ke më kohë për të shkuar në trajnime të gjata jashtë ose për të bërë roje siç unë hoqa dorë për disa kohë. Megjithatë, në ritmin tënd profesional, të pritshëm. Ti vetë që ke parti gjanën në thej që unë kam rritur, nuk ka shanse. Ti ke marrë gjithkohën e botës. Kam dashur dhe kam bërë shumë mirë realisht, që kam marrë atë lloj pauze të gjatë, ndonë se tash ka patur angazhime në terma part-time, unë fëmijët i kam marrë kudo me vete, kam shkënë nën gjithdhënëse, im shoq për fat të keq është dashur të vetë sakrifikohet shumë shpesh, të marrë leje nga puna dhe të më sjell fëmijët pranë në momentin që unë mundesha të bëja pauzën, edhe t'i përqafoja, edhe t'u jepja për të pirë, t'i ndroja, të kaloja kohë me ta, kështu që realisht mendoj që ka qenë një sakrificë shumë e bukur. Tani, Dea, kush është pjesa më e bezdishme? Njerëzit
presioni njerëzve, apo fakti që me të vërtet është shumë e vështirë sot të gjesh njëri që ta bëj të njëjtat sakrifica siç sapo i përshkroi Irena në aspektin e asaj familjes dhe dëshirës për të patur fëmijë. Se duket sikur një nga, pra, në rastin tënd jo se nuk do të kesh fëmijë, por në rastin tënd ne djegshim këtu një panel në studio ku diskutonim pikërisht faktin që meshkujt nuk janë gati dhe një nga përgjigjet që ata kanë është që nuk është faji jot, është faji im dhe të gjithë atë përçapjen tonë për të gjetur partnerin ideal në këto kohë kemi shumë të vështirë për ta gjetur me të vërtetë atë. Unë si natyrë jam pak më optimiste dhe më pozitive se sa paneli që ndoqa dje, e ndoqa fatmirësisht, e ndoqa se kur kam mundësi unë ndjek gjithmonë më kënaqësi. Dhe nuk të doja të fajsoja gjinin tjetër, si kundër nuk zakonisht nuk fajsoj... Se u mërzit shumë Sergjo dhe sa po ta e shiqyrë se djeta që shkota se në nëzorët në meshkujve sigur s'kemi as ne kishim një për përfshirjen emocionale dhe qasjen emocionale të meshkujve brenda një marrëdhënie dhe shmëria emocionale që përflitet gjithmonë. Ja, ku doli Dea që është avokate ka mendim të mirë. Unë nuk jam ndër ato vajza që them nuk ka burra, sepse edhe nëse do të thoja nuk ka burra, duhet të kthejmë pak edhe gishtin nga vetja sa jemi ne të gatshme për qenë gra. Pra mendoj që një çift është marrëdhënia e dy anëve, marrëdhënia e dy palë, është pikërisht ndaj është marrëdhënia, pra edhe nëse partneri ndoshta çalon diku, duhet të jesh ti që me aftësinë tënde të komunikimit apo me atë ndjenjen e mëmësisë që gratë kanë vetë të lindur, pra ndryshe nga burrat, mendoj që burrat bën baballar në momentin që e marrin një fëmijë në krah. Ndërsa vajzat ndoshta kanë instiktin e mëmësisë ende pa mbetur shtatzan, pra se e kanë të trashëguar nga nëna apo vetë nga këto fjalë që dëgjojmë. Kështu që nuk do thoja, kurse nuk i vë fajin gjinis tjetër, mendoj që dola ndryshe. Mendoj që thjesht njeriu ka një shpirt të tij mbinjak diku, ka që e takojnë në këtë jetë, ka që vdesin pa e takuar, dhe nëse do t'jem unë në këtë grup, kurse si nuk do t'jem prap njëri pesimist, pra është një pjesë e jetës, familja, burri, fëmia, është një pjesë e jetës, pra njeriu duhet të ndjekë atë ciklin e tij të jetës, me gjithë mira dhe të këqijat që i vinë. Jam shumë tradicionale nga natyra unë, domethënë, e dua familjen, i dua fëmijët përgjithsisht, por këto nuk do t'i marr kurrë me dhunë dhe me zor. Domethënë, deri sot, e mendoj jam në kohën time ende, se jam brezi pas viteve 90, kështu që ndaj nuk nxitoj që të them më iku koha apo mosha, siç do thonin njerëzit, por gjithsesi mendoj që është një linjë e shkruar që duhet ndjekur. Pra, ndoshta dikush ka qenë shumë mirë për mua, por nuk kam qenë unë e mirë sa duhet për të, nuk fajsoj unë njeriu tjetër, kurse si. Duhet gjenë shpirtrat binjak me njëri tjetër, dhe më pas mendoj që dhe familja, që është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse mendoj që të bësh fëmijë është shumë e lehtë, por të rrisësh fëmin pastaj me gjithçka që i duhet, do një seriozitet tjetër që kur je me njeriu e duhur e ndjek rrugën më pas. Intensiteti, puna, ajo po themi profesioni që ti bën nuk është dhe shumë i thjeshtë. Dhe sigurisht e kjo është një sfidë më vete për të gjetur këtë partnerin që më pas të gjesh edhe mundësinë apo rrugtimin drejt mëmësisë. Sipas teje, mendojnë që ndonjëherë dikush nëse të thotë, po mirë, bëj një kompromis, Odea, se nuk mund të gjesh si që keti në mendje, apo se nuk mund, se mendoj që kjo është një shprehje që mund të ketë ndodhur gjithve të na e thonë, se kërkesat e tua janë shumë të larta, se ulin qik pritshmërit, se ja kështu janë njerëzit sot dhe realitetet, ti u ta bëje këtë gjë për shkak se do të doje të kishe një fëmijë? Shiko, këtu e them edhe unë, po ja u them personave që atë njeriu në tyre e kërkojnë kështu me një listë, kanë një listë dhe thonë duhet të ketë njëshin tik, dyshin tik, pra ti plotësoj ato kriteret e veta, ndërsa në rastin tim unë e thash pak më parë që mendoj është thjesht ajo kimia që ndodh mes dy njerëzve që momentin që shihen në sy e kuptojnë që kanë atë rrugën për ta ndjekur bashkë dhe ky nuk duhet të jetë domosdoshmërisht as më i bukuri, as më i gjati, as më i pasuri apo më i shkolluar. Domethënë nuk hy në këtë grup njerëzish që po të ra kokës nuk pyet ti fare ti kush të doja. Kokës duhet normalisht duhet të kesh disa kritere se
mund të të bjeri kokës, mendon ti dhe zgjohesh pas 5 ditësh dhe thua ç'bëra, domethënë duhet të jetë pak më kokës edhe shpirtit, mendoj unë, pra duhet të jenë të lidhura të dyja, që nëse ndodh pastaj ndodh pa. Mendojnë që sot një nga problemet që kanë çiftet mund të jetë edhe kjo kërkesa për të qenë shumë adapt me njëri tjetrin në mënyrë që të marrin, pra të gjejnë me të vërtetë atë formulën e dur me njëri tjetrin që pastaj të marrin vendime për të patur fëmijë. Është kjo një pengesë, sepse me sa diun një nga shkaqet më mëdha të divorceve është pikërisht kjo, mospërputhja intelektuale që në momentin që ke dhe fëmijë, pastaj është edhe një siklet tjetër në vete. Disi është reali ajo që ndjej unë kur punoj si me qiftet, si me vajzat për të kërkuar partner apo e kundërta, duket ndonjëherë sikur dorëzohen pak shpejt, sikur nuk i përballojnë sfidat që sjell jeta. Pra, absolutisht çdo kush ka drejt kërkoj diçka sa më smooth, shkoj sa më mbar patjetër, po jeta nuk t'i ofron këto dhe një nga pikat më të forta që mund të ekzistojnë në marrëdhënie është sfida për t'i ka përcyer çfarëdo që të sjell jeta. Kjo bën edhe rritjen e kërkesave mbase ose edhe drejt individualizimit, plotësimit kërkesave personale, por e vërteta është që janë dhe zonjat në panel përfshirë dhe veten time, nuk më kanë penguar as fëmijët as martesa për të rritur në karrierë, për të bërë disa punë, për gjetur kohë, sot isha në seanca, gjeta kohë të vija këtu, pas dite jam me familjen. Pra, nuk të pengon asgjë nëse ti mirë organizohesh ose mirë sistemohesh. Më duket shpeshherë ose ndjej si shmangje ndaj përgjegjësive, ndaj të dy gjinive, sikur shmangin të marrin përgjegjësi ekstra mbi supet e tyre, patjetër që ka vështirësi ekonomike të gjitha fushave si gjithë botën, absolutisht, po vjen një moment jetës që ti bën një farë marrëveshje me veten për të kapërcyer këtë sfidë. Pra nëse më përpara kur unë kisha 2 fëmijë të vegjël që janë vit në vit, të dy biberona dhe njëkohësisht isha dhe në fakultet të dytë në psikologji, më duhet të ulja shumë nga miradinat e jetës, pra ekstrat që unë mund t'i kisha si femër, në mënyrë që ta ka përse edhe këtë sfidë dhe ja ku jemi sot që po marrë benefitet e asaj periudhe. Pra, më duket ndonjëherë se dorëzohen. E qartë. Pra, gjithmonë ka një moment ku dhe mund të lodhemi dhe mund të mos jetë shumë e thjeshtë se të jesh nën sot ka sakrificat e veta, kështu që nuk mendoj se është një vendim shumë i thjeshtë për të marrë. Megjithatë, ajo që kuptojo në fund të fare, në thelb, ne të gjitha duam të jemi nëna. T'jemi të arrirat, t'jemi të zonjat, t'ja dali me fëmijën, t'ja dali me punën, me bashkëshortët, me shkollën, me... Kështu që rrugtimi nuk është dhe aq i thjeshtë, është një rrugë e mbushur plot me sfida dhe me momente që ndonjëherë ja vjedhim vetes për t'ia dhënë fëmijëve, po ndonjëherë ja marrim fëmijëve për t'ia dhënë vetes sepse duhet të mbajmë ato balancat që se gjetëm kur asnjëherë kush ishte e arta. Nuk e di tani. Kërkesa janë pritshmëri të njëkohshme dhe sa më mirë të dimë edhe të përpiqemi fort të ruajmë ekuilibrat e vetes, sa më larg të qëndrojmë këtij konfliktit të roleve, pra të dim të bëjmë nënën, të dim të bëjmë të profesionisten, të marrim dhe kohë për veten, sepse duket si shumë egoiste si kërkesë, si nevojë, po nuk mund ta bësh mirë, nuk mund ta bësh në mënyrë të mrekullueshme, në mënyrë fantastike nënën e fëmijëve, nuk mund ta bësh profesionisten të përkushtuar, kompetente, pa patur, pa dedikuar së pari kohë dhe dashuri për veten, dhe mshuri sepse edhe ti je një qenie që ke nevojë të marrësh kohë, ke nevojë të bësh pauzat e tua, ke nevojë të pushosh, ke nevojë të ndjehesh e dëgjuar, ke nevojë të marrësh miratimin, të ndjehesh e vlerësuar nga partneri, nga familjarët e tu, nga miqtë e tu, jo vetëm të japësh, sepse ne dim të mbrojtim jetën. Ta kam thënë. Ne dim të duam, dim të japim dashuri pa fund, dim të bëjmë dim të japim nga vetja kujdes të pamat, ama harrojmë që kujdesin fillimisht duhet japim vetes. Për veten tonë, pra duhet të vëmë veten përpara. Nuk mund kujdesemi mjaftueshëm, dhe nuk është egoizëm, është detyrë ndaj vetes në më ka ndodhur të njoh një baba të tillë dhe ai ishte divorcuar dhe unë e pyet, ai thash, po si u divorcove, djali i vogël, domethënë pata një diskutim me të dhe më tha nuk isha mirë. Dhe tha, vendosa të jem mirë unë, se nëse nuk isha mirë unë, as djali im nuk do t'ishte. Është pikërisht kjo që ky vendimi për nga ndonjëherë për të sakrifikuar është baballarët janë pak më racional, po ne nënat jemi shumë të përfshira dhe nga ndonjëherë harrojmë veten në të gjithë të sfidën e madhe, ngacmoj pak datën. Nëse të thonë do të bësh një fëmijë të tretë, si
Këtë pyetje e marr vazhdimisht. Ja, urdhro. Kështu që nuk është se ke 1, 2 ose 3 dhe Edhe stopon mbaron si pyetja. jo, do të vijoj. Madje pjesë e këtij kuici është edhe ime bi, që është fëmia e dytë dhe kërkon gjithmonë një motër, por nuk... Edhe ne kërkojmë një motër. Përgjigjja është gjithmonë jo. Laulanti kërkon gjithmonë një motër. Çdo fëmijë kërkon një motër apo një vllaj. Ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Ma bët drekën shumë të bukur, plot ngjyras, që tash. Dhe punë të mbar, nga të parë, dhe suksese në rrugtimin tuaj si prindër, dhe ty Dea, të gjesh mundësinë sa më shpejt të shijosh pse jo familjen tënde tradicionale që e ke në ëndrat e tua dhe ta uroj me zemër. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi në pjesën e fundit pas pak, mos u largoni.